të parandalojmë një krizë e cila është e mundshme. Temave është fati keq për Kosovën dhe gjithë qytetarët. Përshëndetje për të gjithë, faleminderit për pritjen tuaj për një kohë të gjatë dhe për durimin. Siç e dini, sot kishim një takim të përbashkët me kryetarët e të gjitha partive parlamentare të përfaqësuara në kuvend përpos njërës. Gjatë këtij takimi, i cili është ftuar në përputhje me obligimin tim kushtetues që t'i konsultoj partitë parlamentare, diskutuam për një sër çështjes. Kryesorja natyrisht ishte obligimi në bazë të nenit 95.4 e Kushtetutës që këto konsultime të ndodhin para caktimit të mandatarit tjetër. Dhe diskutuam në rrjedhë të kësaj, në qoftë se dikush nga partitë politike që ishin të ulura rreth asaj tavoline e kanë shumicën e nevojshme për të krijuar qeveri apo jo. Besoj i keni dëgjuar përfaqësuesit e partive politike rreth qëndrimeve të tyre. Ata disa kishin qëndrime që nuk mund të krijojnë shumicë, kishte edhe qëndrime që dëshirojnë të takohemi sërish për të parë mundësinë e propozimit të një mandatari të ri. Megjithatë, ju e dini që sipas Kushtetutës, institucioni presidencës i ka 10 ditë deri në marrjen e vendimit në qoftë se mandatohet mandatari i dytë apo jo. Ky afat ka dhënë deri me datën 5 nëntor. Deri me atë datë, unë do të komunikoj sërish me kryetarët e partive. Jo domosdoshmërisht do të mbaj takime individuale me secilin, sepse ka disa që mendojnë që tashmë është ezauruar çdo mundësi, por megjithatë do të jem në komunikim me ta. Dhe kushdo që ka gatishmëri që të takohemi sërish për të parë përfundimisht se a ka mundësi për caktimin e mandatarit tjetër apo jo, unë do t'i pres në takim. Siç e dini, aktgjykimet e gjykatës kushtetuese kanë lënë në diskrecion të presidentës çështjen e mandatarit të dytë, dhe ky diskrecion do të shfrytëzohet pra përgjatë ditëve në vijim para vendimit final, që më së largu do të jetë me datën 5 nëntor, por gjithsesi para se të skadoj afati kushtetues lidhur me caktimin e mandatarit tjetër. Tani në rast, a do të ketë propozim për mandatar tjetër apo jo, është çështje e partive politike të përfaqësuara në kuvend, sepse siç ju thash kishte qëndrime jo unike, pra nuk ishte unanimitet të plotë rreth asaj se a mund të ketë mandatar tjetër apo jo. Çështja e dytë që e kam ngritur është në qoftë se mund të gjejmë një rrugë përpara me dakordim të partive politike për procedim të buxhetit dhe planit të rritjes, një instrument i Bashkimit Evropian nëpërmjet cilës Kosovës i jipen mbi 800 milion euro dhe sa më shumë që kemi vonesa, aq më shumë ne mund të humbasim qasjen në këto fonde. Dhe ai dokument kërkon ratifikim prej 2/3 në kuvend. Nuk ishte gatishmëri nga një numër i madh për procedim të buxhetit i cili sot ishte miratuar nga qeveria. Megjithatë, unë propozova që të shiqoj mundësi tjera kushtetuese dhe një prej tyre është që të miratohet zgjatja buxhetore, pra që nuk është buxhet i ri, por është zgjatje e buxhetit të vjetër në mënyrë që spaku deri me 31 mars 2026 qytetarët tanë mos të përballen me një situatë ku nuk kanë paga dhe nuk kanë mirëqenie. Dhe kjo do të ishte një situatë pa precedent, një situatë jashtëzakonisht e rëndë, sepse një numër i madh i qytetarëve tanë varen dhe mirëqenia e tyre, mbijetesa e tyre varet pikërisht nga paga që e marrin në fund të muajit. Dhe në qoftë se pastaj pas këtyre zgjedhjeve potenciale nuk ka institucione shumë shpejt, atëherë mund të mbesim pa buxhet në tërësi. Rrjedhimisht propozimi im ishte që të gjejmë rrugë përpara, kishte aty shqetësime rreth procedurave, prandaj edhe propozimi im ishte që sipas nenit 79 të Kushtetutës, që në qoftë se ata nuk dakordohen që këto të inicohen si nisma legjislative nga qeveria, atëherë atë detyrim ta marr unë dhe si presidente t'i procedoj edhe zgjatjet buxhetore edhe planin e rritjes si ligje në kuvend, meqense se nuk i kam kompetencat e kufizuara dhe një gjë e tillë njihet si e drejtë e presidentës sipas nenit 79 të Kushtetutës.
Kjo çështje nga disa u shqyrtua, do të jem në kontakt me partitë politike në ditët në vijim për të parë nëse ekziston një mundësi e tillë që të procedojmë sipas kësaj metode në mënyrë që të parandalojmë një krizë e cila është e mundshme. Dhe është e mundshme për shkak se ne kemi parë nga zgjedhjet e shkurtit, ka zgjatur shumë certifikimi, pastaj ka zgjatur shumë konstituimi, gjykata kushtetuese akoma nuk e ka sqaruar çka nëse një kuvend nuk konstituohet brenda 30 ditësh. Pra mund të kemi situata kur kemi zgjatje, stërgjatje dhe mund të mbetet vendi pa buxhet dhe qytetarët tanë pa mënyrën e vetme të mbijetesës që i kanë pagat e tyre. Kam diskutuar edhe për propozimin e buxhetit të RTK-s, nuk kam dëgjuar ndonjë qëndrim nga partitë politike, mirë po kam shprehur gatishmërinë e plotë si presidente që për të tejkaluar problemet procedurale që dikush aty i përmendke, që si presidente ti procedoj ato si nisma legjislative, sepse s'ka asnjë kufizim as kushtetues as ligjor rreth kësaj. Dhe pastaj aty duhet të gjendet edhe mundësi që të krijohen komisionet parlamentare. Për mua ato shqetësimet se kush e udhëheq një komision sot dhe kush e udhëheq nesër janë totalisht të paarsyeshme, sepse edhe ashtu nuk ju bjen shumë gjatë, mund t'ju bijë një javë a dy, dhe nuk ka asnjë arsye se kush i udhëheq komisionet, përderisa kjo shfrytëzohet si një mundësi fleksibile që të kalohen në seancë parlamentare edhe vendimet për zgjatje buxhetore dhe vendimi për planin e rritjes eventualisht edhe vendimi për RTK. Natyrisht ka edhe shumë vendime të tjera në interes qytetarëve, por shpresa ishte që mund të ketë reflektim nga partitë që këto t'i zgjidhim si probleme dhe pastaj menjëherë të procedohet me zgjedhje në rast se nuk ka mandatar të dytë. Po e them në rast se për shkak se kryetari i lëvizjes vetëvendosje, njëkohësisht kryeministër në detyrë, ka kërkuar që të më takoj edhe një herë para se të skadoj afati 10 ditor, që është për caktim të mandatarit të dytë, dhe pas konsultimeve që i ka brenda partisë politike që e përfaqëson, do të vi me propozim apo jo, është çështje e tyre, mirë po ne kemi detyrim kushtetues që t'i respektojmë ato afate. Pastaj nëse ka propozim për mandatar të ri, atëherë hyn në shprehje dispozita të reja kushtetuese dhe afate të reja, por megjithatë nëse nuk ka qeveri, dihen edhe ato, pastaj janë 30 deri 40 ditë për mbajtjen e zgjedhjeve. Pra pak a shumë këto kanë qenë disa prej temave, është fat i keq për Kosovën dhe gjithë qytetarët që nuk kemi arritur, konkretisht partitë politike të përfaqësuara në kuvend nuk kanë arritur që të konsolidojnë, konstituojnë gjitha institucionet përfshi edhe qeverinë, dhe ka kaluar një kohë e gjatë, e humbur, dhe bashkë me kohën kemi humbur edhe shumë mundësi për vendin tonë, kështu që si presidente do të angazhohem që të respektohet kushtetuta në përpikmëri, por një gjë që është shumë e rëndësishme ta dini është aktgjykimet e gjykatës kushtetuese thonë që presidentja duhet të bëjë çmos që të evitojë zgjedhjet. Pra ky është detyrimi i presidentës. Partitë politike i kanë qëndrimet e tyre, dikush dëshiron sot, dikush